Prokuroria e posaçme ka bllokuar llogaritë bankare të pronarëve të tokës në Zvërnec, ku pritet të ndërtohet resorti turistik. Në llogaritë Artur Shehu dhe të tjerëve është vendosur sekuestro shifrës prej 195 milion eurosh, e cila sapo ishte transferuar nga investitorët nga Katari, llogaritë të cilëve janë zhbllokuar tani më nga SPAK. Këtë lëvizje i përshëndeti kryeministri Rama, i cili tha se hetimi do të japë përgjigje shtërruese çdo pretendimi mbi pronësinë e tokës. Kryeministri Edi Rama është i bindur se burimi i protestave kundër resortit në Zvërnec është një luftë hibride e nxitur nga jashtë që synon të pengojë zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Kërkesave nga protestues për dorëheqjen e tij, Rama ju përgjigj duke u kujtuar se ai e ka kontratën me 800.000 shqiptarët që e votuan për mandatin e tij të katërt qeverisës. Shkon në 3 numri të arrestuarve për dhunën në Zvërnec, ku rojet private të Major Security morën zvarr një protestues. Prokuroria e posaçme kërkon shpalljen fajtor të 11 akuzuarve të dosjes së kryebashkiakut Veliaj, të cilët janë ndarë në gjykim të shkurtuar. Në pretencën e dhënë këtë të mërkurë, prokurorët Dado dhe Dumani kërkojnë dënimin me 7 vite burg të biznesmenit Elman Abule, dënimi i cili do t'i ulej në 4 vite e 8 muaj burg. 1 vit burg kërkohet për ndërtuesin Fatmir Bektashi, dënim që propozohet i konvertohet në punë në interes publik, ndërsa deputetja Klotilda Bushka e akuzuar për pengim të drejtësisë, sipas SPAK-ut duhet të dënohet përfundimisht me 400.000 lekë gjob. Ish presidenti Ilir Meta la sërish sot qelim për të qëndruar pranë familjes në pritjet për ngushëllime për humbjen e babait të tij gjatë vizitave. Ai pati mundësinë të bisedojë për pak minuta edhe me aleatin e tij politik Sali Berishën, i cili tha se ish presidenti mbahet në burg me urdhër të Edi Ramës. Rreth 59% e familjeve shqiptare nuk mund ta përballojnë një shpenzim të papritur. Në një studim të bërë nga Banka e Shqipërisë thuhet se familjet më të brishta financiarisht janë ato që kanë nivelin më të ulët arsimor, ndërsa vlerësohet pozitivisht ndikimi i remitancave për të përballuar shpenzimet e mëdha. Ukraina lëshoi breshëri dronesh drejt Shën Petersburgut, teksa në qytet pritet të fillonte forumi ekonomik ndërkombëtar i quajtur Davos i rus, ku pjesëmarrës do të ishte Vladimir Putin. Shpërthen rafineria më e rëndësishme e naftës dhe një port pranë qytetit. Kremlini u përgjigj duke thënë se do të vijojë kundër sulmet sistematike. Sot në orën 20 në stadiumin e Albania luhet miqësoria Shqipëri-Izrael. Në prag të debutimit, trajneri Rolando Maran thotë se loja ka rëndësi, por rezultati pozitiv është primari. Policia ka bërë publik planin e masave për garantimin e rendit dhe të sigurisë, që prej orës 16 bllokohet qarkullimi i mjeteve në 10 akse përreth stadiumit.